Ura e fshatit Bardhaj do të marrë një pamje të re. Kjo fal kontributit të kompanisë kontraktuese që po merret me punimet e aksit Bardhaj Postrib. Në emër të Bashkisë Shkodër, administratori i njësisë Rrethina, Vlash Pjetri, falenderoi drejtuesit e kësaj firme, të cilët bën të mundur rehabilitimin e rrugës së amortizuar rreth 230 metër linear, e cila prej vitesh vuan mungesën e investimeve rrënjësor. Fal mbështetjes së firmës që e bonit mujtën këtë investim falas, xherosin në emrin të kryetarës, pra që është firma Altef Bau. Falenderoj pronarët e tyre zotin Flamur Hoxha Xhexhivadhi, gjithashtu iniciatorin ose koordinatorin me firmën më saktë, zotin David Lteri, sepse ishte tonë kohën në dispozicion të këtyre punëtorëve dhe makinerive për të bërë mujtën shtrimi i kësaj uret. Ka qenë një ndër problematikat prej shumë kohësh. Gjithsesi, në prag fesash është një dhuratë e paqmundshme. I pyetur për ndonjë projekt të mundshëm në të ardhmen, administratori Pjetri shpreh se ky aks është ndër prioritetet e Bashkisë Shkodër. Kjo është emergjente tash në prag fesave. Në prioritet dhe në planifikimin e projekt buxhetit të Bashkisë Shkodër, që është 2016, 2017, 2018, kjo është në prioritet. Shohim mundësinë e fondeve për ndërhyrje sa më eficiente edhe të zmadhohet, edhe ashtu, metet për të pa. Momentalisht nuk ashtu. Prioritet është të kryetarës Bashkisë Shkodër dhe administratës saj. Gjendja e rënduar e urës së Bardhave mbi Lumin Kir është i sjellë her pas here në vëmendje nga banorët e kësaj zone. Problem për këtë urë mbeten qarje të shumta të krijuara në pjesë anësore. Gërryerjet në këmbët e saj nga Lumi Kir po bëjnë që kjo urë pas pak kohësh të kthehet krejtësisht jo funksionale. Duke qenë se problem mbetet kalimi me një korsi që krijon në shumë raste trafik në këtë zonë, shtrimi i këtij asfalti do t'i vinë në ndihmë sadopak qarkullimit në këtë zonë.